në këtë atmosferë si jemi tani, unë nuk shoh mundësi për koalicion, një lloj referendumi. Por tash po dyfishohen zgjedhjet përveç balotazhit edhe zgjedhjet e ardhshme parlamentare, ndërkaq sa i përket koalicioneve për besë mas këtyre 8 muajve, unë nuk e di që mund të pyesni për koalicione. Domethënë është më vështirë tash të bëhen koalicionet, pakrahasimisht se sa le të themi para 8-9 muajve apo një viti, për shkak të vonesave dhe pengesave që janë shkaktuar, duke mos harruar që ato duhet të numërohen realisht prej 15 prillit të këtej, se deri në 27 mars nuk janë certifikuar zgjedhjet. Dhe në këta 6 muaj e gjysmë gati, mbi 5 muaj janë duke e pritur gjykatën kushtetuese, ku lëvizja vetëvendosje dhe unë si kryeministër nuk e kemi dërguar asnjë ankesë. Ankesat i kanë dërguar të tjerët dhe i kanë shkaktuar vonesat e pengesat. Prandaj, në këtë atmosferë si jemi tani, unë nuk shoh mundësi për koalicion, por në zgjedhjet e ardhshme do ta keni atë që në fakt nuk është se s'është ditur. Një lloj referendumi, midis asaj çfarë kemi parë në këto 4 vjet e gati 8 muaj të qeverisjes sonë dhe të asaj çfarë kishim përpara.